Me rastin e luftës kundër dhunës ndaj grave, në sheshin e qytetit të Durrësit, shoqata Gjendër Paqe Siguri ka filluar firmosjen e një peticioni drejtuar qeverisë për t'i dhënë një shans të ri për mbledhjen e armëve popullsisë që do të rrisë sigurinë për gruan, shumë prej të cileve janë vëra shpesh me anë të këtyre armëve. Kryetaria e shoqatës Bojana Çeveli thotë se do të shkojë derë më derë për mbledhjen e firmave, me qëllim që qeveria të japë këtë mundësi për 6 muaj afat në dorëzimin e armëve. Në këtë rast, i ftoj të gjithë gratë që janë këtu të firmosin peticionin dhe sigurisht jo vetëm kaq, por ky peticion të shkojë në çdo familje. Ne derë më derë do shkojmë për të arritur atë numër që më 10 dhjetor që mbaron edhe fushata, kemi një sukses, kemi një numër të konsiderueshëm ku t'i themi qeverisë, ne arritëm në Durrës të mbledhim kaq firma. A mundeni ju të jepni një amnisti? Dhe amnistin mos na japin 3 javore, po e duam 6 mujore, që të mblidhet gjithë armët që kemi në Shqipëri. Peticioni është firmosur masivisht gjatë paraditës.